Pas gjithë intensitetit emocional, strategjive dhe përjetimeve që po kalojnë brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, Alba dhe Limi po tregojnë se mendja e tyre shkon përtej mureve të këtij formati. Në një bisedë të qetë, larg zhurmës së lojës, ata nisën të flasin për jetën pas Big Brotherit, për ëndrat, udhëtimet dhe përvojat që duan të jetojnë sapo të dalin nga shtëpia. Dhe pikërisht aty lindi një ide që tingëlloi ndryshe, e madhe dhe plot kuriozitet, një rrugëtim në kin. Alba, e njohur për shpirtin e saj eksplorues dhe dëshirën për të njohur kultura të reja, foli me entuziazëm për Kinën si një vend misterios, me histori mira vjeçare. Arkitekturë mbreslënëse dhe kontraste të forta mes traditës dhe modernitetit. Për të, Kina nuk është thjesht një destinacion turistik, por një eksperiencë që të ndryshon mënyrën se si e sheh botën. Limi, nga ana tjetër, e pranoi me sinqeritet diçka që e bëri bisedën edhe më njerëzore: "S'kam provuar asnjëherë ushqim kinez." Kjo fjali, e thënë me një dozë humori dhe habje, solli buzëqeshje, por edhe tregoi sa i hapur është ai ndaj të resë. Për Limit, ky udhëtim nuk do të ishte vetëm për të parë vende të bukura, por për të dalë nga zona e rehatisë, për të provuar shije të reja, zakone të reja dhe një realitet krejt ndryshe nga ai që njeh. Ata nisën të imagjinojnë veten duke ecur në murit e madh të Kinës, duke humbur në rrugicat tradicionale, duke vizituar tempuj të lashtë dhe qytete gjigante ku jeta nuk ndalet kurrë. Alba fliste për balancën mes shpirtërores dhe modernes, ndërsa Limi dëgjonte me kurreshtje, duke e parë këtë udhëtim si një aventurë që do t'i mbetej në mendje për gjithë jetën. Kjo bisedë tregoi shumë për lidhjen mes tyre. Nuk ishte thjesht plan për pushime, por një rrugëtim simbolik, një mënyrë për të rifilluar jetën pas izolimit, për të marrë frymë lirshëm pas presionit të kamerave dhe për të ndarë përvoja reale, pa filtra dhe pa strategji loje. Në një format ku shpesh flitet për aleanca dhe prapaskena. Alba dhe Limi sollën diçka tjetër, ëndrrën për të jetuar jetën, për të eksploruar botën dhe për ta shijuar çdo moment. Ideja e Kinës u bë simbol i kësaj dëshire, e largët, e panjohur, por jashtëzakonisht tërheqëse. Nëse ky udhëtim realizohet pas Big Brother Kosova, ai do të jetë më shumë se një destinacion në harë. Do të jetë dëshmi se përtej lojës, Alba dhe Limi po ndërtojnë kujtime, përvoja dhe një kapitull të ri, ku kurioziteti, mijësia dhe guximi për të provuar të ren janë në qendër, dhe ndoshta, për Limit, do të jetë edhe hera e parë me ushqimin kinez, një detaj i vogël, por me shumë kuptim për një fillim të ri. Në një nga momentet më domethënëse dhe më reflektuese brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, u krijua një skenë që nuk kishte nevojë për zhurmë, debate apo tension për të qenë e fortë. Ishte një bisedë e qetë, por me peshë. Limi dhe Albën ishin ulur bashkë, larg kaosit të zakonshëm të lojës, dhe pikërisht aty Limi vendosi të shtrojë një pyetje që shumë kush jashtë shtëpisë ndoshta e ka menduar: çfarë mendimi ke për Klodin si lojtar? Kjo pyetje nuk ishte thjesht strategjike. Nuk ishte as tentativë për të nxjerrë informacion për nominime apo aleanca. Ishte një pyetje që kërkonte vlerësim njerëzor, artistik dhe profesional. Alba, me qetësinë dhe maturinë që e karakterizon, nuk nxitoi. Ajo foli me bindje dhe respekt, duke e përshkruar Klodin si një artist të vërtet, aktor shumë të zotë, një njeri që nuk luan vetëm për kamerat, por që ka thellësi dhe vetdije për veten dhe profesionin e tij. Ajo theksoi se Klodi nuk është thjesht një banor që kërkon vëmendje, por dikush që e kupton skenën, qoftë ajo skenë teatri, ekrani apo vetë shtëpia e Big Brotherit. Në fjalët e Albës u ndje qartë një parashikim: besoj që Klodi do t'i kap majat kur të dalë nga këtu. Kjo fjali rezonoi fort, sepse nuk ishte thënë si kompliment i zbrazët, por si një bindje e ndërtuar mbi vëzhgim. Klodi si lojtar, i heshtur, por i fortë. Në një format ku shpesh fitojnë ata që bërtasin më shumë, Klodi ka zgjedhur një tjetër rrugë. Ai nuk imponon veten, nuk kërkon protagonizëm artificial, por ndërton figurën e tij gradualisht. Pikërisht kjo e bën të rrezikshëm si lojtar. Ai nuk lexohet lehtë si aktor. Klodi e di kur të flasë dhe kur të heshtë. E di si ta kontrollojë emocionin, si ta përdor mimikën, gjuhën e trupit dhe fjalën në mënyrë precize. Kjo i jep atij një avantazh të madh në një lojë sociale si Big Brother, ku çdo detaj vëzhgohet dhe çdo reagim interpretohet. Vlerësimi nga brenda ka peshë më të madhe. Ajo që e bën këtë moment mes Limit dhe Albës kaq të rëndësishëm është fakti se vlerësimi vjen nga brenda shtëpisë, nga njerëz që jetojnë 24/7 me Klodin. Ky nuk është opinion i ndërtuar nga montazhi apo perceptimi i publikut, por nga bashkëjetesa reale. Limi, me pyetjen e tij, tregoi se edhe ai e sheh Klodin si figurë që ia vlen të analizohet.
ndërsa Alba, me përgjigjen e saj, i dha zë një mendimi që ndoshta shumë banorë e kanë, por pak e shprehin hapur. Klodi nuk është vetëm pjesë e lojës, ai është investim për të ardhmen, pas Big Brotherit, një horizont i hapur. Në historinë e Big Brother, jo të gjithë fituesit janë ata që kanë pasur karrierën më të madhe pas daljes. Shpesh janë pikërisht personazhet si Klodi, të qëndrueshëm, autentik dhe artistik, që arrin të ndërtojnë rrugë afatgjata. Aktorët që dinë të ruajnë dinjitetin në një format kaq ekspozues, dalin më të fortë. Dhe Klodi po e bën këtë. Ai po ndërton një imazh që nuk konsumohet shpejt, por që rritet me kohën, një moment i vogël, një mesazh i madh. Biseda mes Limit dhe Albës ishte e thjeshtë në formë, por e madhe në përmbajtje. Ajo na kujtoi se Big Brother nuk është vetëm lojë, por edhe pasqyrë karakteresh, talentesh dhe potencialesh. Dhe Klodi, sipas këtij vlerësimi të sinqert, është një nga ata që kur të dalë nga shtëpia, nuk do të shuhet, por do të ngjitet. Nëse kjo është vetëm fillimi, atëherë majat janë vërtet afër. Historia e komplimentit që ndezi lojën, ese mbi perceptimin, fuqinë e fjalës dhe dramat në Big Brother. Në ambientet e Big Brother Kosova, çdo fjalë ka peshë të dy fisht. Ajo është e regjistruar, e analizuar dhe më pas interpretuar nga banorët, nga produksioni dhe nga publiku jashtë. Një frazë e thjeshtë, e thënë në momentin e duhur, mund të marrë jetë të vetën dhe të kthehet në kapitull të tërë dramatik. Kështu ndodhi kur Ludo i tha Dolces, a nuk mujti para praimit Limi me unda me ty? Çfarë klasi je ti? Super bukuroshe, super bombe femër. 1. Çasti dhe rëndësia e tij, në fillim duket thjesht një pyetje dhe disa komplimente. Por çdo fjali ka kontekstin e saj emocional dhe narrativ, veçanërisht brenda shtëpisë së Big Brother. Pyetja për Limit nuk është thjesht kurreshtje, është reflektim mbi sjelljen dhe ndjenjat e tjetrit. Superlativet nuk janë vetëm vlerësim fizik. Janë indikator të fuqisë narrative, të asaj që Dolces i jep rëndësi në lojën e brendshme dhe në mënyrën se si e perceptojnë të tjerët. Ky çast nuk ndodhi në vakum. Ishte një pikë kthes psikologjike, një moment ku fjalët e Ludos nuk thjesht u dëgjuan, por filluan të ndikojnë në dinamikën e gjithë shtëpisë. 2. Kompleksi i komplimentit, kur Ludo e quajti Dolcen super bukuroshe, super bombe femër, nuk ishte thjesht një përsëritje e zakonshme e vlerësimit fizik. Ai po kategorizon ndikimin e saj emocional dhe social. Bukuria këtu është fuqi, por jo e thjesht, për produksion dhe publik, ajo është një element narrativ që mund të ndezë tensione, rivalitete dhe perceptime të ndryshme. Në këtë ese, bukuria nuk është pamje, është instrument i lojës psikologjike që ngre pyetjet e të tjerët. Kush do të reagojë? Kush ndjen xhelozi? Kush e sheh këtë si një kërcënim? 3. Përplasja midis komplimentit dhe pyetjes retorike, a nuk mujti para praimit Limi me unda me ty? Këtu pyetja retorike nuk është thjesht provokim. Ajo vën në pa ndjeshmërinë dhe historinë e mundshme emocionale brenda shtëpisë. Publiku e sheh këtë si tension. A ka marrëdhënie të pashprehur, a ka lojë strategjike, apo thjesht perceptim të situatës? Në këtë pikë, një koment i thjesht kthehet në kapitull të plot emocional, i cili vazhdon të shqyrtohet dhe interpretohet gjatë gjithë sezonit. 4. Ndikimi tek Dolces dhe Limit. Nëse do ta shihnim këtë moment nga brendësia, Dolces i lind një ndjenjë përzierje, krenari për vlerësimin, presion për të ruajtur imazhin dhe frikë nga interpretimet e të tjerëve. Limit, nëse e dëgjon pyetjen, mund të ndjejë se po analizohet dhe gjykohet nga banorët, duke u përfshirë në lojën psikologjike edhe pa folur. Ky është tensioni i reality show-ve. Ndjenja dhe perceptimet e çdo banori ndryshojnë rrjedhën e lojës dhe publiku jashtë sheh vetëm fragmentin. 5. Lojrat e produksionit. Produksioni nuk shpik fjalët, por vendos se si ato prezantohen. Kamerat fokusohen në personazhin e duhur në momentin e duhur. Montazhi rrit dramatizmin e fjalëve. Përzgjedhja e pamjeve krijon një histori të besueshme, edhe nëse fragmentet janë të shkurtra dhe pa kontekst të plot. Në këtë mënyrë, ajo që duket si një koment i rastësishëm, shndërrohet në pika kthesore të sezonit. 6. Publiku dhe jehona jashtë shtëpisë. Kur pamjet dolën jashtë, komentet filluan të shpërndahen në rrjetet sociale. Kush është më e bukur? Kush ka ndikim real në lojë? Kush e manipulon situatën? Çdo fjali u kthye në diskutim, analizë dhe spekulim, duke i dhënë edhe më shumë jetë fragmentit fillestar. Publiku nuk sheh vetëm fjalët, ai krijon narrativën, dhe kështu momenti i Ludos u bë një kapitull i gjallë i diskutimeve publike. 7.
Kompleksi i superlativëve, super bukuroshe, super bombe femër, këto nuk janë thjesht tituj, ata ndërtojnë mitin e personazhit, që është një përzierje bukurie, karizme dhe fuqi dramatike për të tjerët brenda shtëpisë. Kjo është sfidë, si ti përgjigjesh një personi që duket ka fuqi narrative të përforcuar nga vlerësimet në këtë mënyrë. Një koment i ludos nuk është thjesht kompliment, është instrument i lojës emocionale, që ngret xhelozi, admirim dhe reflektim. 8. Efekti psikologjik, banorët brenda shtëpisë nuk jetojnë në izolim nga perceptimi i tjetrit. Çdo fjali e thënë, çdo kompliment ndikon, frikë për reputacionin, presion për të performuar ose për të mos u dukur dobët, ndjenja e pasigurisë ose krenarisë, dolces, për shembull, mund t'i lindë vetdia e rolit të saj në lojë. Jo vetëm si pjesëmarrëse, por si personazh që dikush e ka perceptuar si super bukuroshe. Dhe kjo mund të ndikojë në vendimet, strategjitë dhe lëvizjet e saj emocionale në javët e ardhshme. 9. Përfundim, fjalët që bëjnë histori në këtë ese nuk ka nevojë të konstatojmë fakte për marrëdhënie ose veprime jashtë shtëpisë. Përkundrazi, qendra e analizës është fuqia e fjalës dhe perceptimit. Çdo kompliment mund të kthehet në instrument dramaturgjik, çdo pyetje retorike mund të krijojë tension, çdo fragment i transmetuar jashtë kontekstit mund të bëhet jehon publike. Reality show nuk shfaqin vetëm realitetin. Ata krijojnë histori nga fragmentet dhe publiku, si bashkautor, e përforcon atë histori.